mirë, jemi rikthyer, do të flasim për mesazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadës, të cilët ditën e djeshme duket se kanë ngritur shumë pikpyetje në vendin tonë. Regja do më ndihmoj me reagimin e ambasadës për një paralajmërim lidhur me një sulm të mundshëm që mund t'i ndodhë Shqipërisë. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne i inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Fill pas kësaj. Një rëmujë e madhe, kudo në rrjet pikpyetje do na godasin, si do marrim masa etj me radhë. Mëngjesin e sotëm në aeroportin e Shqipërisë, në Rinas kryesisht, e di që kemi shumë aeroporte, po në Rinas janë vendosur masa të rrepta sigurie dhe disa sensor që do të merren me një lloj sigurie ekstra më të madhe lidhur me goditje të mundshme apo dhe me personat për t'i pikasur se cilët hynë e dalin nga aeroporti jon. Po ashtu ka qenë vetë ministri i mbrojtjes sot në seancën plenare, i cili është përpjekur të bëjë një sqarim duke thënë këtë këtu. E shohim bashkë. Nuk ka vend për shqetësim. Ambasada amerikane ka bërë deklaratën e saj në përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë. Vend për të pasur kujdes për sigurinë patjetër që ka, por kjo është e gjithkohshme për më tepër në një kohë kur bota ndodhet në një situatë të tillë. Besoj se kjo kërkesë ka shtuar për të gjitha ambasadat në Europë, ka shkuar për të gjitha ambasadat në Europë, për të gjithë qytetarët amerikanë, të gjithë kontinentin, jo vetëm për Shqipërinë. Ky informacion është dhënë patjetër dhe për Shqipërinë sepse kemi mbajtur një qëndrim ndaj një regjimi që ka cënuar interesat kombëtare shqiptare. Por a është kaq normal ky paralajmërim? Për këtë do të flasim në minutat në vijim. Me mua në studio është Aleksandër Qipa, gazetar. Faleminderit, kënaqësi, kreu i Unionit të Gazetarëve po ashtu. Tomi Kallanxhi, faleminderit shumë. Kënaqësi që të kam në studio. Fatmir Mediu, ish ministër i mbrojtjes në shtetin ton. Faleminderit shumë zoti Mediu për kohën. Ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit. Me lejen e dy të ftuarve të mi në studio, sepse me zotin Mediu do t'jem vetëm për pak minuta, do doja ta nisja me ju. A jemi një vend i sigurt sot, zotin Mediu? Kjo nuk vlen që ta çmoj unë, sepse ka institucione që duhet ta çmojnë problemin e sigurisë në Shqipëri, dhe ne kemi një institucion që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili thirret nga Presidenti i Republikës. Dhe kur flasim për cënim të sigurisë kombëtare, jo vetëm nga paralajmërimi i ambasadës amerikane, i cili është specifikisht për Shqipërinë, po ta shikoni subjektet lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rezistenca iraniane, e cila është e përqendruar në organizim politik, por edhe në format këtu në Shqipëri, është një paralajmërim i cili është për qytetarët amerikanë, por që padyshim kryet në territorin e Shqipërisë dhe ka nevojë për të gjykuar se ç'duhet bëjmë ne si shqiptar. Për të vazhduar më tej në historikun e problemit që ne kemi pasur me Iranin. Do t'ju kujtoj që para disa vitesh ka pas një veprim nga struktura iraniane për të hedhur në erë në një aktivitet që zhvilloi me rezistencë iraniane, ku ka qenë prezent Rudi Giuliani, unë e disa përfaqësues të opozitës në atë kohë, dhe të parlamentit në atë kohë. Më tej, ne kemi pas përjashtimin e marrëdhënieve me trupin diplomatik i shtetit Iranit, janë përzënë për 2 orë me një vendim që ka marrë qeveria. Pra, jemi në një marrëdhënie jo diplomatike dhe për më tepër ka pas, po kujtoj përsëri një qëndrim të ish lideri suprem Khomeini në atë kohë, i cili ka thënë që Shqipëria është një vend i ligë dhe ka përdorur edhe një fyerje karshi shqiptarëve. Dhe akoma më tej po të analizoj, ne kemi qenë në vazhdimsinë e kërcënimeve asimetrike të luftës kibernetike, ku janë hakeruar sistemet tëra që kanë të bëjnë me informacionet e sigurinë e vendit tonë, i cila vazhdon edhe sot me hakerimin e parlamentit dhe institucioneve të rëndësishme. Po ashtu, Kuvendi i Shqipërisë një javë përpara, po dëgjoni, ka pas shumë fjalime patetike që shteti iranian u sankcionua nga rajon si një regjim terrorist dhe Garda Islamike Revolucionare po ashtu si një organizatë terroriste. Këto nuk mund të bëhen në mënyrë a priori apo qoftë edhe për interesat momentit politik, po bëhen pas një studimi të qartë të raporteve dhe konsekuencave që ato kanë. Dhe ajo që vjen nga ambasada amerikane është një thirrje që Shqipëria duhet veprojë si një shtet vend antar i NATO-s. Sepse qendrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës vjen nëpërmjet shërbimeve inteligjente dhe institucioneve të sigurisë amerikane, nuk vjen për shkak të telefonatave të marrëdhënieve që mund të vinë në mënyrë spontane me shtetin shqiptar. Prandaj sot në sallën e Kuvendit të Shqipërisë un kam kërkuar që Presidenti i Republikës të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Është një këshill i cili është konsultativ, por në brenda kësaj konsulte merret një qëndrim i përbashkët të institucioneve, sepse çështja e sigurisë nuk është pronë as e kryeministit Edi Rama, as vetëm e qeverisë,
dhe për më tepër në individin në Kuvendin e Shqipërisë. Është një marrëdhënie ndërinstitucionale. Unë dëgjova edhe qëndrimin e ministrit të jashtëm sot, ja thash që nuk është ministria e jashtme që ka monopolin e sigurisë, edhe qëndrimin e ministrit të mbrojtjes, i cili po ta shikoni thotë që Irani na cënon interesin e sigurisë tonë kombëtare. Dhe duhet ta shpjegoj se ku është cënuar dhe si është cënuar dhe ta shtrojë këtë çështje në një nivel ndërinstitucional. Ju bëj një pyetje? Ndje se vjen pak zëri me vonesë dhe nuk dua të ndërpres në asnjë moment. Më shpjegon dot të lutem për një publik që nuk i njeh rregullat dhe nuk njeh, po themi kaq mirë sa ju apo sa ata që janë ekspert të fushës, arsyet që çojnë një këshill sigurie të mblidhet. Pra çfarë elementësh duhet të ndodhin që të bëhet kërkesa për mbledhjen e këshillit të sigurisë? Atëherë në qoftë se ka një informacion nga institucione shqiptare që merren me çështjen e sigurisë, për kërcënim të sigurisë kombëtare, apo për një analizë situatës sigurisë kombëtare, mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare nga Presidenti i Republikës. Antarët e Këshillit të Sigurisë Kombëtare janë përcaktuar nga kryeministri, ministri i mbrojtjes, ministri i jashtëm, shërbime informative, pra është një raport ndërinstitucional. Por edhe kur vjen nga shërbime partnere, edhe kur vjen nga vende siç është Parlamenti nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një moment i cili do të thonë kalon kufit e informacioni normal dhe patjetër që duhet të mblidhet. Dhe brenda kësaj konsulte që zhvillon, merr dhe qëndrimet dhe veprimet e veta që duhet kryej. Prandaj i kam kërkuar Presidentit të Republikës që duhet ta mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Jemi vetmi vend antar i NATO që nuk kemi Këshill të Sigurisë Kombëtare. Këshilli i Sigurisë Kombëtare duhet të jetë një strukturë permanente, e cila në mënyrë të vazhdueshme bën analizën e kërcënimeve të sigurisë dhe raporton dhe përgatit politika dhe platforma për të mbrojtur nga kërcënimet. Dhe po e them, për fatin e keq ka një qëndrim që unë do ta quaja më të paktën naiv, që ne duke qenë vendatarit NATO se kemi garantuar tashmë sigurinë tonë kombëtare. Këtu nuk flitet vetëm për kërcënime konvencionale, të cilat mund vinë nga raketa balistike. Këtu flitet për kërcënime dhe akte subversive, siç e ka thënë deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat mund cënojnë infrastrukturë kritike apo sigurinë dhe jetën e qytetarëve shqiptar. Dhe pyetja është çfarë duhet bërë? Duhet të shkojmë në aeroport, të shtojmë ca sensor, duhet të shkojmë tek infrastruktura kritike, të shikojmë se mos na ndodh ndonjë gjë. Ky është veprim spontan dhe një shtet antar i NATO-s nuk mund sillet në mënyrë spontane. Për më tepër, po e theksoj edhe një herë, është e turpshme ajo që ndodhi në Kuvendin e Shqipërisë. Që t'injorohet ky fakt dhe duhet thënë që po përhapim panik në një kohë që opozita kërkoi vetëm mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, është një gjë absurde. Për më tepër, njerëz në Kuvendin e Shqipërisë, ta ulan ballat i veshi vetes autoritetin e presidentit, të kryeministit, të kryetarit të parlamentit, është e papranueshme. Tauland Balla nuk ka asnjë kredencial për të marrë informacione për sigurisë për t'i përcjellë në Kuvendin e Shqipërisë. Ka një njoftim zoti Mediu. Që po përdor që Trumpi po bën këtë tjetër. E dëgjova dhe debatin do të pyes në vijim edhe për debatin që kaloi, besoj edhe në personale me zotin Balla, po ka një njoftim për mediat nga ana e presidencës ku thuhet nisur nga interesimi i përfaqësuesve të medias për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar nga ana e Presidentit të Republikës në kontekstin e thirrjes që Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri dje, zyra e shtypit e Presidentit të Republikës e gjen me vend të sqaroj si vijon. Këshilli i Sigurimit Kombëtar është organ këshillimor në mbështetje të Presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të veta kushtetuese dhe ligjore. Këshilli i Sigurimit Kombëtar nuk merr vendime për çështjet që diskuton. Këshilli përbëhet nga drejtues të organeve të larta shtetërore dhe titullar të institucioneve të rëndësishme. Këshilli i shërben Presidentit të Republikës si rregull për diskutimin e rekomandimeve për masat që Presidenti i Republikës përpilon për institucionet ligjzbatuese dhe përgjegjësim për sigurinë lidhur me përballimin e rreziqeve që i kanosen Republikës së Shqipërisë. Ndaj thot, Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Ai ka konstatuar se të gjitha institucionet relevante janë vigjilente dhe në ndjekje të plotë të situatës. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu, Presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj e ndërkombëtar është në nivele të larta. Ndaj vijon komunikimit me institucionet dhe me sa duket se s'po shkoj edhe më tej, nuk është se do ketë një mbledhje, kam përshtypjen. Atëherë unë do të them vetëm kaq si Dorela. Ky është një justifikim i cili për gjykimin tim është i papranueshëm. Këshilli i Sigurisë Kombëtare padyshim që është një organ konsultativ. Po kjo konsult shërben për të parë se presidenti është një nga autoritetet më të larta në pikpamjen e sigurisë kombëtare. Është komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura. Ka raporte drejt për drejta me Ministrinë e Jashtme, ka raporte me shërbime informative. Këshilli i Sigurisë Kombëtare përfshin të gjitha institucionet edhe Kuvendin e Shqipërisë. Dakord? Nuk raporton as Tauland Ballës as ndonjë tjetri. Dhe në këtë pikpamje është shumë e rëndësishme që Këshilli i Sigurisë Kombëtare ta bëjë këtë konsult. Nuk mundet të thonë që një organ qoftë edhe konsultativ,
që nuk i shërben vetëm presidentit Republikës për të marrë informacione, po i shërben një konsultimit përbashkët ndërinstitucional për të nxjerrë qëndrimet cilat dhe masat cilat duhen marrë. Okej. Nuk e di se s'është mbledhur ndonjëherë, po unë kam qenë në disa mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare në atë konsult që bën, nxjerr qëndrimet dhe përfundimet e veta se si duhet vepruar. Ka rekomandimet e veta mbi institucionet. Dhe këto nuk mund të bëhen në takime thjesht bilaterale, por të koordinuara institucionale. Ky është gjykimi im në raport me Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe po e them, është fatkeqësi për Shqipërinë që ka një Këshill Sigurisë Kombëtare që është në aspektin thjesht konsultativ. Vendet anëtare të NATO-s, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë vendet e tjera, kanë një Këshill Sigurisë Kombëtare permanent. Edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës është institucion konsultativ, por duhet dini që çdo ditë raportohet nga shërbimet inteligjente dhe shërbimet e tjera dhe Departamenti i Sigurisë se çfarë ndodh dhe si ndodh dhe çfarë masash duhen marrë. Ky është pavarësisht se është një sistem prezidencial, por brenda kësaj një koordinim ndërinstitucional për aq autoritet sa ka presidenti i Republikës duhet zhvilluar. Dhe presidenti i Republikës nuk po them që duhet marrë masa ekzekutive, por ekzekutivi nga ky konsultim merr qëndrimet dhe veprimet e veta. Dhe nuk është vetëm ekzekutivi, po dhe institucionet tjera. Më thoni, ka në një diskutim me Kuvendin e Shqipërisë, unë nuk di që kryetari i Kuvendit apo drejtues komisionet të rëndësishme që kanë dhe tagrin e konfidencialitetit të informacionit të sigurisë, të kenë pasur një diskutim të tillë, e cila ka ndodhur më përpara. Qartë, ne nuk mund ta mbledhim Këshillin e Sigurisë Kombëtare post factum. Shiko, vetëm qëndro me mua të lutem vetëm pak minuta se dua të bëj një pyetje në studio dhe pastaj do vi tek ju për dy të fundit e t'ju lë të shkoni. Ka sjell shqetësim në masë njoftimi i ambasadës, pavarësisht kësaj që përpiqet presidenti me të drejtë të qetësojë një popullat të tërë e për të thënë që nuk është se jemi në fazat që duhet mbledhim Këshillin e Sigurisë. Njoftimi besoj dhe ty vetë të la një shije. Jo, ne patëm një reagim dhe si Unioni i Gazetarëve Shqiptar, që u drejtoheshim institucioneve të sigurisë së vendit që ta merrnin në konsiderat alarmin që ngrinte ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Së pari, në pyetjet më të përgjithshme që bën sot, a është e sigurt bota, përgjigjet që na japin administratorët e lartë politik, shtetëror dhe federal, është bota nuk është më e sigurt. Dhe përderisa bota nuk është më e sigurt, si të mos jetë, po kaq e pasigurt një vend i vogël siç është Shqipëria. Pra përgjigja është padyshim që ne duhet jemi të alarmuar për këtë situatë. E dyta, Shqipëria ka disa specifika që riskun e kërcënimit prej Iranit e ka më të lartë se vendet e tjera të paktën në raport me rajonin tonë. Ndodhet padyshim kampi i mujahedinëve, Mek, që është padyshim një risk shumë i lartë në pikpamjen edhe politike por në pikpamjen ushtarake është i lartë. Presupozohet se nuk do zbresin ushtar të gardës revolucionare të Iranit në Tiranë, por risku është përmes goditjeve balistike e tjerë që janë ekspertë e sigurisë i kanë dhe interpretojnë pothuajse për ditë. Dyta, Shqipëria është një shtet i sulmuar, shtetërisht nga strukturat e krimit kibernetik dhe terrorizmi kibernetik iranian. Sepse ka qenë kjo arsyeja që edhe në Parlamentin e Shqipërisë kaloi rezoluta që e konsideron Iranin një shtet që subvencionon terrorizmin. Dhe nga ana tjetër, sulmet kibernetike që janë bomba terroriste kibernetike, se shkatrojnë infrastrukturën virtuale të funksionimit të një shteti, kanë qenë arsye dhe vazhdojnë të mbeten, ne para pak ditësh, para 2-3 ditësh në janë goditur përsëri sistemi i gjyqësorit, i gjykatës lartë, prej këtyre tani mësime. Delina Ibrahima i thos kanë marrë asgjë me zarar. Okej, po mirë, është kryer akti. Që ne goditemi sistematikisht del dikush nga institucionet dhe thotë se s'ishte problem. Nuk po diskutojmë pasojën, ne diskutojmë aktin. Akti është i ripërsëritur. Janë goditur sistemi bankar, është goditur hipotekat, administrata në përgjithësi, krejt, struktura administrative e vendit. Pra, risku është shumë i lartë. Është e vërtetë, unë ndaj të njëjtën pikpamje që ndoshta nuk janë të plota kriteret për të mbledhur Këshilli Kombëtar i Sigurisë, sepse përderisa ka atribute konsultative, por ama një gjë duhet marrë në konsiderat. Është ky moment që palët politike nuk mund ta politizojnë një risk që vjen nga Irani mbi Shqipërinë.
Amerika i është përgjigjur, ose më saktë ambasadë, vetëm një moment, zotë Mediu, sa të ndaj një lajmë, shumë shkurt, ta jap fjalën më njerë, po kolegu i Top News, Joy Malsia, ka pasur një komunikim ambasadën amerikane dhe përgjigjja që i është kthyer lidhur me kërkesën për të marrë informacion sa i takon atij paralajmërimi që u bë dje, ka qenë e tillë. Faleminderit për kërkesën, ne ofrojmë përgjigjen e mëposhtme në sfond që mund t'i atribuohet një zyrtarit të ambasadës. Ambasada Trump nuk ka përparësi më të lartë se siguria dhe mbrojtja amerikanëve. Ne po punojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të zbutur rreziqet e sigurisë. Ambasada e SBA-ve vlerëson bashkëpunimin e saj të ngushtë me çështjet e sigurisë me qeverinë e Shqipërisë, e cila ka shfaqur një angazhim të vazhdueshëm për të garantuar sigurinë e qytetarëve amerikanë të gjithë banorëve të Shqipërisë. Ne do të ofrojmë më shumë informacion sapo të jetë i disponueshëm. Më tërheq vëmendjen fjalia, ne po bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të zbutur rreziqet e sigurisë, që do të thotë rreziqe ka. Tomi, ti si e lexon Amerikën, se ti edhe je Shikon, duke qenë që ambasada amerikane sulmet kibernetike, më fol pak për këto. Flet për njerëzit e vet, njerëzit që kanë rëndësi të veçantë për ambasadën, patjetër që edhe procedura e sigurisë është më e lartë, se edhe para 2 javësh doli tha që mos shkoni te lokali X, mos shkoni te lokali Y se ka probleme, por që probleme nuk kishte. Kështu që pastaj për sulmet kibernetike, ne asnjëherë nuk kemi kuptuar, ne jemi akëruar këtë ditë disa herë dhe e kemi kuptuar sulmin kibernetik vetëm atëherë kur hakerat kanë dalë me prononcim për mediat e telegramit tyre, kanë thënë që ju kemi hakëruar. Deri në këtë moment askush nuk e dinte në ishim hakëruar apo jo, dhe pyetja tjetër ishte sa kohë ishin të hakerat brenda këtyre sistemeve. A kanë çuar këta emaile të personave që kanë hakëruar emailet? Sepse në momentin që ti ke hyrë te emailet e kuvendit të parlamentit e etj. Ka një precedent në thënë, tani unë po aludoj dhe unë si ambasada që mund të ketë etj. Por në moment që unë hyj te serveri emaileve, kjo fjalia që bëhet për të qetësuar që se s'na morën gjë, do të thënë pse duhet vinë deri në këtë pikë, pse duhet të hyjnë në emaile, se çfarë morën pastaj nuk e. Çështja është që ata përderisa kanë hyrë aty, edhe në momentin që aty kanë pas njerëz që kanë qenë në grupet e rëndësisë veçantë, kanë pas aksese. Dhe pyetja tjetër është, a kanë komunikuar me emaile informacione të rëndësisë veçantë, nëse këto emaile kanë qenë aty nëpër ato servera, ata mund t'i kenë marrë dhe ndoshta sepse kur bëhet një sulm kibernetik, teknikisht ti hakerat hyn, kopjojnë dhe ti nuk e di nëse çfarë kanë kopjuar. Qartë, kuptoj. Zoti Mediu, në momentin e parë që lexuat reagimin e ambasadës amerikane ditën e djeshme, çfarë menduat? E para kjo dhe s'dua t'ju ndërpres më, po ju bëj dhe pyetjen e dytë. Pse kaloi në personale debati me zotin Tauland Balla sot në kuvend? E para njërë, ku lexova deklaratën padyshim që erdha në shqetësimin e njeriu për një situatë alarmante ngritur nga ambasada, e cila nuk vepron në mënyrë spontane, por vepron në shërbime inteligjente dhe struktura e sigurisë amerikane. Dhe ajo që është më e rëndësishme bëhet fjalë për situatën në Shqipëri. Dakord? Dhe kjo padyshim më krijon ndjesinë që duhet patjetër Shqipëria të di se ku është. Duke lexuar reagimin e sotëm, jam tërësisht në bindjen që ata përpiqen të bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare dhe institucionet shqiptare për të garantuar sigurinë. Por, nëse Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës merret me sigurinë e shtetëve amerikan, qeveria shqiptare dhe institucionet shqiptare kanë detyrimin sipas kushtetutës që të merren me sigurinë e qytetarëve shqiptar. Dhe nuk është vetëm çështja e sulmeve balistike, por është çështja e akteve subversive, akteve të cilat cënojnë infrastrukturë kritike apo jetën e qytetarëve shqiptar të cilat kanë pasoja të pakthyeshme. Dhe jam dakord me zotin Cipa, edhe me Tomin që këto sulme kibernetike që janë bërë, na janë reflektuar vetëm pasi, do të thonë, ne kemi marrë vesh. Ne nuk mund të presim që të ndodhi një fakt i rënd dhe pastaj të reagojmë. Po ju jap një fakt nga eksperjenca ime personale, meqenëse do duket sikur do të them po përpiqem do të justifikoj diçka tjetër. Përpara se të antarësoj Shqipëria në NATO, së bashku me drejtorin e shërbimit informativ të ushtrisë, kolonel Jusni Gjergjin, kemi qenë në drejtorinë e inteligjencës NATO-s në Bruksel, e cila drejtohej nga një përfaqësues i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithmonë kanë qenë ata që kanë drejtuar. Ku na është dhënë një paralajmërim që duhet kishim kujdes nga ndonjë ngjarje jashtëzakonshme që mund ndodhte në Shqipëri. E njëjta gjë është përcjell nga nën drejtoresha drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë. Dhe këtë gjë ka deklaruar dhe zoti Gjergji. Dhe ne kemi çuar atëre institucione shtetërore dhe shërbim informativ kombëtar pikërisht të shqetësim të ngritur nga NATO. Nuk pati asnjë reagim. Pati ngjarje, ka pas ngjarje. Ka qenë ajo e lidhur me këtë pretendim ose jo, kjo është një çështje që vlen për të analizuar.
por unë nuk mendoj që Shqipëria duhet të mësohet me të keqen dhe jetetoj në një paqe të rreme, në një kohë që përpiqet dhe krijon raporte të ndara diplomatike, qeveritare, edhe nga pikpamja e sigurisë të qarta me shtetin e Iranit, dakord? Dhe shteti i Iranit ka pas një interes të qartë që ta zgjerojë gamën e konfliktit drejt vendeve të cilat ka pas marrëdhënie jo konfliktuale, me skuzimin që do të thonë janë në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç ka qenë Katari, Emiratet e Bashkuara, Omani apo edhe Arabia Saudite. Kanë goditur një bazë ushtarake në Kipro. Ka pasur probleme në Turqi. Atëre, çfarë duhet bëjmë ne? Duhet të rrim edhe të presim, them edhe një herë, çështja e sigurisë kombëtare nuk është monopoli i kryeministrit. Është një veprim ndërinstitucional, ku përfshihet dhe Kuvendi i Shqipërisë. Dhe që Kuvendi i Shqipërisë të zhvlerësoj veten e vet në mënyrën siç e bën, në një qëndrim tërësisht absurd, do në vetëm tek ne ndot, sepse është kthyer vasal i kryeministrit, i cili me mesazhe i thot si Taulandi e tjerëve çfarë duhet të flasin. Debati me Ballën, pse? Po them tek çështja pastaj. Atëre, unë nuk kam bërë asnjëherë debate personale, as nuk jam marrë me çështje sulmesh personale. Por një nga gojët e Liga në Kuvendin e Shqipërisë, dhe do të pista, padyshim që është Tauland Balla që put dorën e çdo drejtuesit Partisë Socialiste. Ajo që dua të them është një gjë që ta sqaroj për opinionin tuaj, por edhe për ata që kanë vesh që duhet dëgjojnë. Që unë kam pas bindje që procesi që është hapur Kashime ka qenë si presion politik dhe i ndërtuar politikisht për vite e vite me radhë, në kundërshtim me vendimin e gjykatës së lartë, në kundërshtim me vendimet e gjykatës deri në gjykatën e lartë të vitit 2019, apelit e tjerë që e kanë konsideruar këtë një çështje të mbyllur, në kundërshtim me parashkrimin, këtë do të thonë e kam pas dhe e kam bindje që është hapur politikisht. Për më tepër, dua t'ju të sqaroj edhe një gjë. Është e turpshme që një drejtues i një grupi parlamentar, i cili ka padyshim tentakulat e veta në drejtsinë shqiptare, të pretendojë që unë akuzohem për vrasje. Unë nuk akuzohem as për vrasje dhe as për shpërtimin gërdec. Dhe ky është vendimi i SPAK-ut dhe i gjykatës cilën gjykojmë. Qofse Tauland Balla ka në informacion që unë pas ka marrë pjesë në një vrasje, le ta çojë këtë akuzë në SPAK dhe le t'i përgjigjet do në drejtësi ashtu siç është. Këto lloj abuzimesh nga njerëz të cilët nuk kanë as karakter, as principe politike dhe nuk ecin në interes të vendit, por në shërbim të qëllimeve të pushtetit, do të thonë padyshim që unë jam përpjekur t'i lë më njan. Por dua ta theksoj edhe një herë, të qartë dhe të prerë, që kjo që po ndodh në Shqipëri është një gjë e cila duhet ta bënte Tauland Ballën dhe çdo deputet të Partisë Socialiste dhe kryetarin e Kuvendit të mendojë se kush është roli i deputetit. Roli i deputetit nuk është veshur si përfaqësues i popullit nga interesi i sigurisë kombëtare. Kryetari i Kuvendit është numri 2 në protokollin e shtetit, pavarësisht nga zhvlerësimi që i bëhet. Presidenti është numri 1 dhe pastaj vjen kryeministri. Dhe këto janë institucione të cilat duhet të diskutojnë për çështjet e sigurisë kombëtare. Nuk mundet që Kuvendi i Shqipërisë të jetë i përjashtuar nga këto diskutime, qoftë edhe për të marrë informacionin, që një çështje të mos kthehet në debat politik, por të jetë një debat racional, sepse nuk duhet të kalojmë kufit që çështjet e sigurisë kombëtare dhe të interesit kombëtar t'i kthejmë në një debat politik. Po për t'ju dhënë përgjigje juve, unë nuk mendoj që as ja vlen që unë të merrem me Tauland Ballën dhe sjelljen e tij. Vetmja gjë që nuk kam pranuar sot në seancë kur flisë Tauland Balla është më flas sikur është presidenti i Republikës, sikur është kryetari i Kuvendit dhe sikur është kryeministri i vendit. Ai s'ka asnjë tagër për të ketë informacionin për çështje sigurisë. Në qoftë se institucionet e sigurisë, nga kryeministri apo institucionet tjera dhe shërbime inteligjente i kanë raportuar Tauland Ballës, ky është fundi i shtetit shqiptar. Falenderoj shumë për kohën, zoti Mediu. Faleminderit ju. Edhe të përshëndes. Faleminderit shumë për gjitha përgjigjet, qoftë për sigurinë e vendit, po ashtu dhe për debatet në Kuvend. Pse bijem kaq shpesh kibernetikisht ne? Janë shumë të mirë iranianët si hakera, apo jemi ne me sisteme sigurie? Edhe iranian, kur flasim për iranianët, sepse sot ekzistojmë jemi në një botë që nuk është të thënë që Irani mund të organizojë një sulm kibernetik, por nuk është të thënë që hakerat janë nga Irani. Që çfarë do të thënë, shteti i Iranit rekruton hakera nga çdo cep i planetit dhe këta funksionojnë në mënyrë të organizuar për të kryer sulme kibernetike ndaj shteteve, institucioneve ndryshme të planetit. Sepse nuk është të thënë që janë në Iran hakerat që po sulmojnë Shqipërinë. Mund të jetë njëri në Pakistan, tjetri në Zeland 3, dikush tjetër në Afrikë të Jugut. Dhe pse ne jemi kështu? I kemi ca gjëra si Dorela, sepse një nga gjërat është për shembull, po të marr një shembull Kuvendi, rasti konkret që u sulmua, është që çdo institucion ka IT-t e vet,
ka serverat e vetë dhe kjo gjë e bën edhe më të dobët situatën. Ne nuk duhet kishim që çdo institucion të ketë serverat e vetë, IT-t e vetë, sepse bëhet shumë e vështirë pastaj për ta menaxhuar dhe ta kontrolluar gjithë situatën. Ky duhet të ishte një institucion i madh, një data center qeveritar, siç kanë tani mos përmend Shubam, po shtete dhe më të vogla si Shqipëria, rastin e Estonisë, që hostojnë dhënat e tyre në data centera qeveritar. Kurse ne e kemi Akshin, por prap nuk mbajnë gjitha dhënat në Aksh. Akshi i monitoron këto servera që kanë si kuvendi, si parlamenti, si prokuroria, por janë të pavarur nga njëri tjetri. Dhe kjo gjë e bën edhe më dobët infrastrukturën. Dhe edhe rrit probabilitetin për sulme, sidomos ato sulme që në gjuhën teknike quhen social engineering, që një ngre dyshimet që mund të ketë insidera brenda një institucioni caktuar. Dhe të infiltruar që janë insiderët apo? Po, të infiltruar, sepse edhe në SBA dy sulme, si në rastin e Edward Snowden, si në rastin e WikiLeaks, nuk pati rrjedhje informacioni, po ishin njerëzit brenda sistemit që lironin ose transmetonin dhëna ose linin portat caktuara hapur për të marrë dhëna keqbërësit. Autoritetet tona nuk kanë dalë asnjëherë në konkluzion që ka pasur një insider brenda, që në këtë situatë që kemi shumë vende ndryshme, shumë location të ndryshëm dhe më të lehtë për të hakuar, dhe kemi njerëz që janë vetëm 1 ose 2 persona që kanë një përgjegjësi shumë të madhe që nuk duhet ta kishin. A i ka trembur njerëzit situata e fundit, paralajmërimi i SBA-s e tjerë me radhë? Duke njohur riskun e lartë në cilin gjendemi, ka një lloj, nuk po them frikë sepse do të ishte, po alarm ka, dhe e dyta duhet bëjmë, në raste të tilla na hyn në fuqi ose na hyn në funksion analiza. Për herë të parë janë këto specifikimet, hotele, qendra tregtare, aeroport. Shikom, unë e shoh pak edhe në geopolitik. Problemi që ka alianca më e fuqishme euroatlantike, NATO, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një problem që mbart edhe pasoja të cilat janë periferike. Çfarë do thotë kjo? Që do thotë në momentin që presidenti Trump thotë që NATO nuk u vu në dispozicion të luftës që ne duhet bëjmë për lirimin e ngushticës së Hormuzit, evidenton një krizë tek alianca. Sot 35 vende janë mbledhur në nismën e Britanisë së Madhe, që janë pjesëtar të NATO-s. Pra duket sikur po krijohen situata të reja, të cilat nuk mund të vënë nesër pastaj do vënë në diskutim dhe atë nenin 5 të NATO-s. Që nëse ndodh kjo gjë, çfarë ndodh? Duhet të ndryjnë të gjithë pastaj. Patjetër, po shembet rendi ndërkombëtar, sistemi ndërkombëtar, aliancat tradicionale, shumë të gjitha këto, prandaj them që rrisjet për vendet e vogla në kushtet e një, le të themi, shpërbërjeje të këtij. Jo, problemi është ne jemi të përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë për shkak të asaj që ndodh në Mallës. Prandaj, dhe kjo është, dhe e dyta, të jemi të sinqertë, ne në deklaratën që bëm si Unioni i Gazetarëve, për herë të parë një organizatë vënë duke një fakt që është tronditës po të vresh në harkun kohor të vitit fundit, në rrjetet sociale, janë krijuar me dhjetra dhe me qindra profile, me njerëz të identifikuar, por kryesisht me pseudonime dhe anonim, të cilët janë përfshirë në një propagandë dhe në një, le të themi, prononcim të drejtë për drejtë, shpesh edhe me tone konfliktuale për konfliktin që ndodh midis Izraelit, SBA-s edhe Iranit, që do të thotë angazhimi i opinionit virtual në rrjetet shqiptare dhe në gjuhën shqipe është nga më të lartat në hapësirën e rajonit Ballkanit Perëndimor. Vjen re, dhe ky është një konstatim që ne po e ndjekim edhe për arsye studimore, ky është një rast që tek e fundit dëshmon që po krijohen networke të caktuara, të cilat mund të bien ndesh me atë frymë që zyrtarisht Shqipëria mbron edhe Aleanca Euroatlantike e përkatësisë shqiptare është e përcaktuar. Tomi, në momentin që të bëj pyetje dhe të them janë ata të fortë apo kemi ne sisteme sigurie të dobta, sa në gjykimin tënd ka investuar shteti shqiptar për të rritur sigurinë në këto çështje? Ta them këtë për shkak se nga e kaluara kujtoj rrjedhje informacionesh, pagash, targash, pastaj sistemi Teams, u ngrit një komision për sistemin Teams me zotin Saliani. Pra,
Jemi forcuar apo vazhdojmë njësoj? Investimet janë bërë, por ne kemi pasur rastin pra investime kemi bërë vetëm për të pasur diellën apo kemi çështja është si Dorela, kush janë masat që janë marrë në rastin kur është bërë sulmi kibernetik, rasti konkret te posta shqiptare. Pra dim ne të reagojmë. Çfarë ka ndodhur me personat tash? Bërë një audit aty sigurie, edhe fizike sigurie, sepse duhet të ketë pasur insider. Unë jam shumë i sigurt që ka insider. Gjithnjë ka insider, sepse është e pamundur të shkosh në ato nivele të sigurisë që kishin hyrë hakerat dhe kishin publiku videot, pa një insider. Tani. A nuk sulmuan adresën dhe postën e drejtorit të FBI-t? Jo, a ishe emaili personali ati, jo i institucionit. Jo, nuk ishe me @fbi.gov. Unë tem emailin në vetjak. Tani, Tomi, do shohim një video që ditën e djeshme nuk ngeli njëri pa ma dërguar, nga momenti, besoj e di për çfarë do të pyes, nga momenti kur u shpall data e finales së Big Brother dhe numri që do të jenë 4 finalist. Qa ishte kjo? Ma shpjegon në gjuhën tënde. Unë besoj që Big Brother i ardhshëm do jetë çik më interaktiv, më social. Tani unë nuk e di çfarë do bëj Big Brother, po unë po jap një vizion tim se do të ishte në të ardhmen më interaktiv, më duke qenë që edhe Big Brother rasti konkret që rigje gjithkohës live në YouTube dhe njerëzit komentojnë shumë gjithkohës. Tani imagjino që ato komentet që bien, të kuptojmë në real time kush është më i favorizuar i momentit vetëm nga komentet pozitive e negative. Dhe besoj që vitin tjetër, tani unë po aludoj për nga një perceptim timin, do kemi një Big Brother ndoshta më social, më interaktiv, më komente real time. Këtë perceptova unë nga videoja. Po ecim me... Sepse kjo ishe një prelud i Big Brotherit i Big Brotherit që vjen, thua ti. Do kemi më shumë nga këta. Besoj se po. Pse po? Po ecën shumë shpejt teknologjia. Besoj se po, se është edhe një gjenerata atil, ne flasim rastin e Gen Z, është e vetma mënyrë që ne të përfshim në televizion të rinjt. Dhe nëse televizioni nuk fillon bëhet interaktiv me data real time, me rast konkret, më interaktiv me qytetarët, do e di ka që do e humbi, por që nuk e besoj që do e humbi. Çfarë është hologrami tani? Ma shpjego mua që s'marr vesh nga këto. Tani, perceptimi aty që doli Ledioni gjuhë teknike që është hologram. Kështu që besoj që ky ishte një prelud i Big Brotherit të ardhshëm. Big Brotherit të ardhshëm. E bukur duket, paktën vizualisht, ishte një gjë që unë nuk tani për ty mund të jetë shumë e zakonshme, unë se kisha parë. Jo, ishte e mirë investuar. E mirë investuar, E mirë investuar. Edhe ishte interesante mënyra se si Ledioni ishte aty pa qenë atje, dhe që u fliste, pastaj ish banorët, po interesante, bukur, mirë, parë që kishte marrë një lloj viraliteti në rrjetet dhe po ma dërgonin gjithë, duke thënë që shkjo sa bukur e tjerë me radhë. Kjo unë shoh që do jetë ardhmja e Big Brotherëve të ardhshëm. Ardhmja e Big Brotherëve. Pra ti thua Ledioni e prezanton në këtë lloj forme, kështu. Ledioni e prezanton, po ndoshta edhe komunikimet të ardhmen, do të thënë interactionat, do t'i kenë në këtë lloj forme. Do t'i kenë edhe më në real time se sa kaq. Sa shpejt po ecën teknologjia. Mediologjia na paralajmëron që mund të ndodhë që në spektakle televizive të nisë me njeriun fizik dhe të përfundojë me njeriun virtual. Do ikje unë thua ti? Nuk flasë për moderimin. Tani si që e bëjmë pyetjen me diut, nuk ja bëndot një robot. Ta pranojmë. Faleminderit shumë. Tomi kënaqësi gjithë një zotit Qipa. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë pas pak. Do t'ju tregoj një video se si zonja Spiropali ka dashur të futet nga ambientet mbrapa të kuvendit dhe garda e ka penguar.